këto grupe mundet me I bashku, dhe më thonë, këto grupe me Putinin në idetë të tyre antiperëndimore. Për shkak të besimit që praktikon dikush merr parë për atë punë. Edhe kjo ka targetu në radhë parë gratë. Të dhënat na tregojnë se mbetjet e ISIS-it në komunitet dhe në audiencën online vazhdojnë të jenë aktive. Brenda vitit, 8 deri në 10 persona arrestohen për shkak se janë shndruar në përkrahas radikal të këtij grupi terrorist. Në hetime, tashmë është zbuluar se financimi I grupit ishte disa drejtimsh. Kishte mjete direkte nga financat e ISIS-it, kishte burime nga njerëz brenda Kosovës, kishte fonde nga Rusia e deri tek vetë financimi. Vitet e fundit, një ish I dënuar si pjesëtar I ISIS-it, u arrestua nga autoritetet e Kosovës me akuzën se ishte duke u paguar direkt nga shërbimi sekret I Serbisë. Por, një lidhje edhe më interesante niste të tregohet në muajt e fundit. Grupet online kanë nisur të promovojnë mbështetjen e Vladimir Putinit për muslimanët si një frymë e dezinformatës e cila synon orientimin e muslimanëve drejt Rusisë. Qindra materialet në gjuhën shqipe janë shpërndarë në rrjetet sociale duke promovuar Putinin në leximet e tij të Kuranit apo vizita në xhami. Qëllimi kryesor I kësaj është që muslimanët radikal të vendit të nisin të përkrahin presidentin rus. Shumë interesant në fakt, për me u studiu kështu, si u lumtu se është interesant për mu me u observu, me u vëzhgu. Edhe mendoj që mundet me u shpjegu në faktin që edhe Kremlini, po edhe domethënë Putini në këtë rast, po edhe këto grupe, në thelb kanë qenë narrativën e kanë pasur antiperëndimore. Domethënë edhe kur e kanë sulmu, po le ta kontekstualizojmë për Kosovën, këtë rast, edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një prej narrativave që kemi mujt me vret në atë kohë ka qenë edhe sulmi ndaj perëndimit. Për shkak se në një farë mënyre I kanë sulmu organizata të shoqënisë civile, aktivistë të shoqënisë civile, organizata ndërkombëtare, po ashtu që kanë vepruar në Kosovë, kanë sulmu aktivistë të komunitetit LGBTI ose aktiviste feministe, po ashtu direkt duke ju thënë që po dojnë me rënu familjen shqiptare, muslimane, familjen tradicionale, kombin, fen, e tjerë. Edhe në këtë mënyrë I kanë akuzu po ashtu si agent të huaj, e tjera, diçka që kemi mujt me vrejt edhe gjatë zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Edhe këto mendoj që është pika që I bashkon çuditërisht këto grupe mundet me I bashku, dhe më thonë, këto grupe me Putinin në idetë të tyre antiperëndimore, anti-BE, po edhe anti-Amerik deri vonë. Mbase në mënyrë specifike nuk mund të kujtohem për këtë di saktësisht që po. Për shembull, ndërhyrjet apo thyerja e objekteve fetare, e varrezave, ka kalu. Në jetën reale ne kemi ditë për shembull që ndoshta thyrja e një guri të varrit ka ndodhur aksidentalisht, por nuk është marrë më kush me atë gjë. Unë e di, si thonë këta, që një lajm I rrem edhe 1000 lajme të sakta nuk e mujnë ma, por megjithatë disa kanë kaluar. Dhe janë madje me vite të tana janë përsëritur. Është përsëritur për shembull, besoj se të gjithë e kemi lexuar sepse ka 26 vite tashmë pas lufte që njerëzit flasin se si për shkak të besimit që praktikon dikush merr parë për atë punë. Edhe kjo ka targetu në radhë parë gratë sigurone. Do thot njerëzit aq shpesh ka qarkullu kjo dezinformat, pa asnjë mbulim, dhe sot e kësaj dite pa asnjë dëshmi të vetme. Ne kemi gjithë këta gazetarë hulumtuese, gjithë profesionistët, që me të vërtet dikush e mban shamin se ka marrë një pak për 300-400 euro. Për shembull, ky ka qenë lajmi që nga dimita deri më sot, ende është aty, ende mund ta gjesh pas kohe. Dhe paramendoni kur një informatë si kur kjo, dezinformat me nëbat për 26 vite nga shtëpia të ndryshme mediale, nga grupet të ndryshme shoqërore, cilat janë pasojat, përpos
anatemimi i një grupit të caktuar të grave, marginalizimi i tyre, diskriminimi, paragjykimi, dhuna ndaj tyre. Ne kemi pasur edhe raste të shumta të dhunës në rrugë, ku njerëzit pastaj duke i lexuar dhe duke u bindur për këtë, i kanë sulmuar vajzat e të tjera. Sigurisht, ky vetëm një nga që më kujtua për momentin, mos të flas për gratë të cilat kanë qenë veterane të luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës, mos flas për gratë të pakicave, sepse bëhet e pandershme gjithë ky diskutim imi të mos flas pak për edhe gratë të komuniteteve të tjera pakicë, të cilat pastaj kanë disa pragje si tem të vështirësive dhe diskriminimeve për të qenë të barabartë me pjesën tjetër të botës. Kjo i zvoglan mundësitë e barabarta, kjo pastaj hapësirën publike e zvoglan për to zërin e tyre, jo vetëm që e shtrembron, po e mohon tërësisht dhe i bën njerëzit të friksohen, të jenë pjesë e jetës publike, të jenë të barabartë në shoqëri.